Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, atë falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet ja dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Këtu përpara jemi duke folur rreth 40 haditheve të Imam Neveviut dhe tash jemi tek hadithi 24 me radhë. Hadithi 24 me radhë. Dhe si rënditje e derseve është dersi i 60 me radhë. Ky hadith nëse mund me titullu me emrin fjalën e Allahut në këtë hadith, o robët e mi, une ja kam ndalu vetes sime pa drejtësinë. Ja kam ndalu vetes time pa drejtësinë. Kështu nëse una me titullu këtë hadith. Hadithi vjen prej Abu Dharr al-Ghifariut radhiyallahu anhu dhe alhamdulillah që për Abu Dharr al-Ghifariun diçka kanë folur në hadithin e 18 me radhë, normalisht biografisë e tij nuk i kthehemi. Dhe hadithi thotë kështu se thot pejgamberi alayhis salam ka thonë Allahu azza wa jall. Dhe kur vjen ai hadith thot pejgamberi alayhis salam ka thonë Allahu azza wa jall, i thonë hadith qudsi ose hadith ilahi ose hadith rabbani. Hadith që i thot pejgamberi fjalët e Allahut në hadith. Fjalët e Allahut në hadith, ndërsa këto nuk kanë të bëjnë, nuk hinë në Kur'an, nuk hinë në Kur'an. E cilat janë këto fjalë që pejgamberi alayhis salam i transmetoi prej Allahut direkt. Allah azza wa jall tha, pejgamberi po thot, Allahu ka thonë: Ya ibadi, o robët e mi, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. O robët e mi, Allahu kështu tash na drejtohet në këtë hadith qudsi. O robët e mi, unë ja kam ndalu vetes time pa drejtësinë. Unë ja kam bërë të ndaluar vetes time pa drejtësinë. E ajo është e ndaluar edhe për juve. Pra dhe ju keni të ndaluar me i bon pa drejtësi njëri tjetrit. Vazhdon hadithi: Ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum. O robët e mi, ju krejt jeni në humbje. Krejt jeni në humbje, veç atij që unë udhëzoj në rrugën e drejtë. Prandaj kërkojeni prej meje udhëzimin, e unë ju udhëzoj. Tha Allahu azza wa jall. Pastaj tha Allahu azza: Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imukum. O robët e mi, ju krejt jeni të uritur, përveç atij që unë e ushqej. Prandaj kërkojeni prej meje ushqimin, e unë ja sjellj atë. Pastaj tha: Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. O robët e mi, ju krejt jeni të zhveshur, përveç atij që unë e veshi atë. Prandaj kërkojeni prej meje që t'ju veshi, unë do t'ju veshi juve, do t'ju sjellj tesha. Pastaj tha: Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. O robët e mi, ju jeni ata që i bëni gjunah Allahut natën dhe ditën. Ju jeni ata që më bëni gjunah mua. Kështu të fjalët Allahut në hadith qudsi që përmenda. O robët e mi, ju jeni që bëni gjunah natën dhe ditën. E unë jam që i fali gjunahet krejt. Prandaj kërkoni prej meje me ja u fal gjunahet, e unë ja u fali ato. Tha: Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni. O robët e mi, ju asnjëherë s'mundeni me arrit për me mbon mua dëm diçka. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. As nuk mundeni najsen ju më mbot dobi mu. Dëm s'u më bëni asgjë, pas dobi s'u më bëni asgjë. Pastaj tha: Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. O robët e mi, jo sikur i pari juve dhe i fundit i juve, prej njerëzve dhe e gjinve, ishi bon si zemra e njeriu më të mirit, kjo kur gjusëm kishte shtu në pushtetin tim. I pari dhe i fundit i juve, prej juve, si prej gjinve, i pari e gjinve dhe i fundit e gjinve,
Këto tash kanë më zbërthy inshallah antarë nuk hina më zbërthy këtë një herë, vetëm se një herë buk falesh për këtej. Të parë për juve si njerëzve dhe e gjinve, mu bo bashk, edhe të fundit krejt, mu bo bashk edhe hajde po bohmi si zemra e njeriut më të mirit, së më shtani kur gjon po shtetin tim. Ja ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, ma naqasa dhalika min mulki shay'a. O robtemi, por edhe në të kundërtën, nëse ju krejt e gjint dhe njerëzit të parët për juve dhe të fundit për juve, kishit mu bon si zemra e njeriut më të keqit, ju kur gjosum mangësoni në pushtetin tim. Ju asgjë nuk mundeni me mangësu në pushtetin tim. Tani tha, ja ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataytu kulla insani mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyata idha udkhila al-bahr. Tha robtemi, sikur i pari dhe i fundit për juve, për njerëzve dhe e gjinve, kishit mu të bu dhe mu bo bashk, në një lëndin, në një vend të ngritur, dhe me janis krejt së bashku, krejt për të parit njeri dhe të fundit njeri, për të parit e gjin dhe të fundit e gjin, krejt mu të bu në një rafshin, edhe me kërku, tha Allahu sikur krejt janis që të me kërku Allahot, o zotën e pedu qiton, o zotën e pedu qiton, edhe kerejve tha Allahu mja vdonone, kjo nuk u mangëson mu prej pasuris time, Allahu tha, su mangëson mu, veç sa mundet, soja mërmendje që mundet me thith, me përthith, ose me mangësu një gjilpër, me majën e gjilpërës, kur është në një deti të madh. Kur është në një deti apo oqean, është majën e gjilpërës në tonë dhe në zjebë. Aja mërmendje se kjo pakson diçka në deti? Nuk pakson kështu. Kështu tha Allah, kërejt njerëzimi, e gjinë dhe njerëz, mu bo bashkë me kërku krejt që ato që të kërkoni, krejt mja vëllonën ato që ka ju kërkoni, amon pasurin time s'mangësohet, as sa mangëson moja e gjilponës në një dete apo në një oqean. Pastaj tha, ja ibadi, innama hi a'malukum uhsiha lakum. O robtemi, fundi hadithit, o robtemi, veprat që ju i bani, unë javëruj ato. Veprat që ju i bani, unë javëruj, i shënoj javëruj. Tani tha, thumë uafikum jaha, e pastaj vjen koha që unë shpërblej për tu. Faman wajada khairan falyahmidillah. E kush gjon të mira, kur e ban veprat e mira, e Allah tha unë pastaj ka mundsi e shpërblej, ta kur t'i vin shpërblimet dhe të mirat, veç Zotin e madhërishëm le ta falenderën. Wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsah. E nëse nuk gjon të mira, nuk gjon, atëherë leta qërtën veç vetën e ti, se fajet i ka aji, ose fajet i ki ti, dhe më qërtoje vetën tonë dhe e mos janë gjitë e tjerve. Kjo është hadithi, e lexoa është thjesht veç bukfal, e tane hadithin e transmeton Imam Muslimi, me do fjallë dhe rivajetet e tjera, ndërsa hadithi për është i saktë, se që unë e sjella. Mirë për tash të të përpiqemi, pak nga pak të flasmi për këtë hadith, në ma tash janë ismi e nëse Zoti ka bu emër herën e arshme me bitistan, inshallah. Pejgamberësën kur të regoj se Allahu Azza wa Jall tha kështu janë isi për këtë hadithin. E përmenda në fillim se këti tujnë hadith kutsi, ose hadith ilahi, ose hadith rabbani. Kur një e thot pejgamberi një fjallë, këtë fjallë për fjallë, qysh Allahu e thët, pejgamberi e thët. Qysh e thët Allahu, qështu thoja popullit, qështu e thët pejgamberi alayhi as-salatu wasalam. Dallimi veç mes këtij hadithi dhe Kur'anit është se me Kur'anin na bojna ibadet. Me Kur'anin na e lexojna në namaz. A këtë lloj hadithi, këtë hadith edhe kësi ko shumë, kësi lloj hadith në namaz nuk kemi të drejtë me lexu. S'kemi të drejtë, përshëm janis elhamdulillah rabbil fontan janis, qul ya ibadi alladhin janis ose ya ibadi inni zalamtu dhulma ala nafsi, janis këtë hadith nuk kemi të drejtë. Dhe dallimi tjetër është se shpërblimi për një shkronjë të Kur'anit është prej 10 e përpjet, ndërsa për hadithin nuk muna me thonë një gjë të tillë. Dhe disa dallime, ta nësa merret një parahutbe krejt për me tregu veç dallimet, po ato nuk përmendi ma shumë.
Mënsi kështu thot Allah azza ja kam bër vetes time haram. Harramtu, harrama, haram. Ja kam bër haram. Jo që Allahut ka të drejtë, dikush më thot ti zoti i të ndaluar. Allahu është i fuqishëm, Allahu është krijuesi, udhëheqësi, ai ban çfarë të don. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allahu s'pytet se çka ban. Kështu thot Allahu në Kur'an. Allahu s'pytet se çka ban, por ju pyeteni. Nga kjo Allah zë deshti vet ai për me tregu një herit, për me tregu domin, rrezikun e padrejtësisë. Se e nisi këtë hadith kur tha Allah zë unë ja kam bërë të ndaluar, vet ai ja ka bërë vetes së tij. Ja kam bërë të ndaluar zullumin, padrejtësinë vetes time. E atë ja u kam bërë edhe juve. Kjo ja kam bërë haram vetes time zullumin. Fjala zullum Bismillah. Nëse doni me di se çka quhet zullum, fillimisht është vendosja e një sendi në vendin ju të vet. Ky është zullum. Vendosja e një gjëje në vendin ju të vet është kjo zullum. E ky zullumi është shkollë. I pari zullum dhe më i madhi është shirku. Është idhujtaria. Nëse njëri thot, unë kur kujt sen pa drejtësi si kam bën, zullum. Kur kërkujna diçka keq nuk i kam bën, Allah shpëlet. Vetëm se nëse ja këshyr biografinë e tij ose jetën e tij, pa hin biografi diçka të kaluar, ja këshyr jetën e tij, e sheh që ai adhuron burrin. E këshyr që ai e sheh që ai person e adhuron Isën si Zot. E adhuron Uzairin si djalë Zotit ose Zot. I jep tipare të Zotit dikujt tjetër që nuk i takojnë. Mendon që Husaini radhiyallahu anhu warda nipi pejgamberit sam ati i sjell dobi vesh me shku te vorri Husaini që pretendojnë se është në Egjipt, po në fakt s'është, edhe me shku me lyp o Husain am jep tipare të Zotit. Ku ta këshyr kësi sene, e këshyr dhe në tjetëri thët, Aliu radiallahu anhu, këto për që tham janë të vërteta, janë të shijat. Dhe më thënë, thëtë Aliu radiallahu anhu e ka jep cilësi të Zotit, e ka në udhëheqje botën krejt, Aliu, sahabi. I përgëzu me gjenet në regull jemi, që ashtu edhe është, vetëm se botën udhëheqje, kjo është i pari Zotit. Pastaj, Aliu në ditën e gjykimit e ka udhëheqje në krejt, qysh ka mo dirigju dhe ka me hes qështja në ditën e gjykimit e ka Aliu. Të këshyr, a i thët, unë e thët, jam shumë gjeli mirë. Kur thët kesh nuk baj. Mirë, po, ka qësi loj shirki. Këtë gjeli mirë, kujt, as fjallën fyse ma të voglen se ka thonë. Por e ka qiton, e ka zullumin më të madhi në vetën e ti. Zullumqari më i madhi është. Se Allahu Azza wa Jalla tha në Kur'an, inna shirke la dhulmun adhim, se shirku është zullum i madh. Ma i madhi zullum, nëse dikush për juve dën me ditë, cili është zullumi ma i madhi, pa drejtësia ma e madhja, është me adhuru dikan tjetër pos Zotit, ose me i dhon dikujt tipare të Zotit, me i dhon dikujt tjetër, që ato i takojnë vetë Zotit, sikur që i përmena që ato pak më lartë. Atëherë kjo e ka zullumin më të madhin. Zullumqari prej zullumqarëve më të mëdhaj është ky, edhe pse ai mendon që kërkuj zullum nuk i bën. Kjo është një lloj zullumi, janë edhe disa lloje të tjera të zullumeve dhe diçka tjetër që kuptohet prej hadithit. Atëherë inshallah këtu mbetëm për herën e ardhshme. Lusmi Allahun të na fort na mëshiron, lusmi Allahun Azza wa Jall në xhenet me pejgamberët e na takon, walhamdulillahi rabbil alamin.